Realisht ky gëmojmë është parancinë vetë me shumë se herë tjera, sepse këtu varet edhe janë dy ndeshje që ndahet shumë për të qenuar në ligën B apo jo. Dhe besoj që gjanat ndoshta kemi vetë në dorë, do mundohemi që të marrim maksimumin. Vajzat kanë ardhur mjaft të karikume, vinë nga sukseset si Vllaznia, si Teuta, si Mitrovica, vajzat domethënë që vinë nga këto ekipe. Po edhe vajzat tjera që kanë luajtur kampionate të tjera kanë mbyllur me mjaft sukses ndeshjet e tjera dhe besoj që do shprehen edhe më së miri këto dy ndeshje për të marrë atë që ne kërkojmë, që gjithmonë objektivi jonë është që të qëndrojmë në ligën B. Po, ne shkënia t'i dhom qysh në ndeshje me Walesin, pavarësisht që nuk ishte ndeshja në favorin tonë. Besoj që kemi bërë një lojë mjaft mirë dhe gjithmonë me ekipe të forta ne bëjmë lojëna të mira realisht, pavarësisht se të rezultati ndeshje çalojnë. Dhe do shpresojmë prapë që ndeshjen me Çekin të bëjë një performancë mjaft mirë dhe na duhet që të ndahemi me rezultat pozitiv. Unë kam thënë dhe vazhdoj ta them që gjithmonë pika më e fortë e kësaj skuadre është grupi. Dhe normalisht edhe kur kemi mungesa që u mësuam të ishim mungesa, grupi i përballon dhe kam shumë besim te grupi që kemi këtu në skuadër.